Personeli mjekësor në Spitalin Rajonal të Shkodrës, përmes një proteste, e quan veprim ekstrem të prokurorisë arrestimin e shefit të kardiologjisë Edi Smajlaj. Ne mjekët e Spitalit Rajonal Shkodër shprehim ndjenjatën e thellë për veprimin ekstrem të prokurorisë rrethit Shkodër, duke arrestuar dhe privuar nga liritë themelore mjekun dhe kolegun ton, Dr. Edi Smajlaj. Është absurde që një profesionist i ndershëm trajtohet si një individ me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si një interpretim kjo i tej skajshëm i nenit 27 kushtetutës. I bën thirrje prokurorisë rrethit Shkodër që tërheq masën ekstreme të sigurisë dhe lejoj mjekun të rikthehet pranë shërbimit ndaj pacientëve në Spitalin Rajonal Shkodër. Në të kundërt të kësaj, protesta jonë do të përshkallëzohet. Me këtë arrestim të kardiologut Smajlaj, cënohet e gjithë shoqëria. Absolutisht shumë keq. Kjo masë ekstreme njëjtën kohë na cënon edhe neve. Veprimet të tilla janë të paprecedent. Në asnjë vend në botë nuk shikon që për një kartel të pa formuluar mirë të mirret mjeku dhe të futet në burg. Ka masa të tjera ndërmjet që mundën me penalizu mjekun pa artë masa e vendosjes prangave në institucion. Më përpara ka patur raste hetimi në Spitalin e Shkodrës për mjekët, por jo deri në arrestim demonstrativ. Her mas heret ka veprime të tilla, po jo veprime ekstreme ku mjekët merren nga institucioni dhe çohen në burg. Një lidhje e tillë e shkurtër është një lidhje e pa precedent. Mjeku është një aset jashtëzakonisht i rëndësishëm i shoqërisë, sidomos një kardiolog, sidomos një shef i shërbimit kardiologjisë. Për shkallëzime tilla të procesit të vlerave të shoqërisë përcjellur në një mënyrë të tillë cënojnë gjithë shoqërinë, jo vetëm mjekësinë. Personeli mjekësor i Spitalit të Shkodrës pritet që ta ndjekë këtë çështje hap pas hapi, duke kërkuar lirimin e kardiologut Edi Smajlaj, që u arrestua pasi i hapi një kartel pedagogut të arrestuar Simon Lufi.